për një kapitull Koranin. U grumbullona vëllezër, të gjithë bashkë, por këtu në Kur'an ka shumë sekrete. Këtu ka mrekullina që fundi i mrekullinave të Kur'anit do të jetë deri ditën e gjykimit, edhe nuk do të mbarojnë asnjëherë. Për shembull, në librin e Zotit ka disa ajete që flasin për Ebu Lehebin. Dihet që Ebu Lehebi është një kushëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por një nga më të rrezikshme që ka sulmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Derisa që nuk i ndante me gjithë bashkëshortën e tij, duke i vënë ato kalpsenat, ato zorët që hidhshin ato kasap të asaj kohe, i hidhshin nëpër plena, këto veshin ja hedhshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qafë, gjatë namazit. E shoqja e Ebu Lehebit bante ferra edhe hapte gropa rrugës që me mundësinë që këtu do të bjerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle xhelaluhu e solli një ajet një kapitull apostafat për Ebu Lehebin. Allah. Tabbat yada Abi Lahabin. Ju thafshin dorë Ebu Lehebin, i cili thot zbashku me bashkëshortën e tij bajnë ferra, kalpsena, duke ja hedhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha po ai do të jetë gjithmonë zjarmin e xhehenemit. Narën dhat al-lahab. Kamaro. Ai do të jetë gjithmonë zjarmi i xhehenemit. Dhe Ebu Lehebi e mori vesh këtë punë. Që ka ardhur një kapitull i thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai kapitull po flet për ty. Edhe ky është argument jo kështu abstrakt. Për shembull kur flet për qiellin, për tokën, për ditën e gjykimit, domethënë argument që duhet besu pavarësisht se s'ke kontakt. Për shembull mbi 7 qiellët, s'kemi qenë atje, po do ta besojmë. Çfarë ka atë hyje, gjitha gjërat i besojmë. Janë përshkruar në xhenetin, sa kemi pa e besojmë. Ndërsa këtu flitet për diçka lëndore. Lëndore do të thotë gjë që shihet me sy. Edhe herë lajmi thonë për ty që ti je në xhehenem gjithmonë. Thot Kurani, ai libër që po i zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atij Muhamedit thoshin ato, ai thotë që ti do jesh në zjarm gjithmonë. Ebu Lehebi, nëse ky nuk do të ishte libri i Zotit, kjo nuk do të ishte fjala e Zotit, ai do bëhej musliman. Ai vdiq si mohues. Pra, nëse ky libër nuk do të kishte dieni për të ardhmen e Ebu Lehebit, atëherë sigurisht që ky ajet do binte poshtë. Po jo një ajet, po dhe i gjerë me Kur'anit, po të binte poshtë, i gjithë Kur'anit do bjerë poshtë. Atëherë me drejt, ato do të thoshin që kjo nuk është fjala e Allahut xhelle xhelaluhu. Çfarë ndodhi? A e morë vesh ti tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti je në zjarm xhehenemit përgjithmonë. Edhe ai ngeli, s'mufti me kundërshtohu. Pse po të mos ishte fjalë e Zotit kjo, po të ishte fjalë e pejgamberit, ose po të ishte fjalë siç thoshin ata që ja ka vjedh dikujt një prift atje në Sham a Emson, atë Muhamedit, atëherë me të vërtetë ky do ta hedhte poshtë. Ja, te po thua Muhamed që un jam prej xhehenemlivet. Po, deri nesër un them ashhadu an la ilaha illallah. Ja. Pse sta? Pse ajo që pa Allahu, ajo që dinte Allahu për Ebu Lehebin, ishte më sakta. Pra, kjo ishte kelamullah, fjala e Zotit xhelle xhelaluhu. E pa konkurrencë, thirrni, hesni të gjitha, nuk ja dilni dot. Edhe përfundimisht ky vdiq në duke qenë pra mos besimtar. Allahu xhelle xhelaluhu e vërteton me mijëra ajete të tjera, që janë shiqare, ka edhe të tjera prapë që janë lëndore, të thjeshta për të kuptuar, edhe për të vërtetuar që është kelamullah. Hajdeni, thot Allahu, ku jeni? Me qenë se keni dyshime në librin e Zotit, thirrni ato njerëzit e juaj. Nëse s'ja dalin, merrni ndihmë të tjerë, thot, mos bini shumë, thot Allahu, një kapitull të vogël. Madje i ka thonë një ajet tjetër, thot, edhe një ajet sjellni, edhe ta shohim a kanë ngjashmëri me librin e Zotit. Falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu që ne na udhëzoi, na drejtoi. Allahu na i pastrof zemrat që të mos kemi asnjë dyshim lidhur me këtë çështje.
Allahu ju bekohë gjithë.